flaka ka luajtur një rol të shumë të rëndësishëm në informimin. Pastaj ka qenë një ndihmës në zotërimin e Shqipës, të normës letrare. Kemi rahur probleme të kohës shumë të ndryshme, kryesisht të shqiptarëve, aq sa kemi pas fuqi dhe aq sa kemi pas mundësi. Ato mundësi kemi shfrytzuar deri në fund, por ato kanë qenë të vogla. Prandaj dhe kontributi ynë nuk ka qenë dhe nuk ka mund të jetë më i madh se ç'ishte. Por fal përpjekjeve të gjithë gazetarëve, po edhe të kryeredaktorëve të saj, unë mendoj se ka luajtur një rol të rëndësishëm, dhe mos them historik, se është fjalë e madhe, po ka luajtur një rol të rëndësishëm në jetën e shqiptarëve në Maqedoni. Shpesh herë artikujt që botoheshin në flakën e vëllazërimit kishin një onë shumë të mirë dhe të madhe në anën e Maqedonisë ndër ne shqiptarët. Duke ditur se gazetaria e filluar në vitet e komunizmit, sa ka qenë rënd prej organeve të pushtetit që të zhvillohet gazetaria e lirë? Po prej saj dhe jo vetëm prej saj, edhe prej lidhjes komuniste, ka qenë regjimisht i tillë dhe në caqet e asaj lirie nuk mund t'i kalonim ato kufi. Se do të paguheshin shtrenjtë, madje edhe nuk do të botohej një gjë e tillë. Nuk do të mund të botohej. Si shihni gazetarin?